Dhe dua që të ndërtoj një pyetje provokative për ju edhe për Milajimin, që lidhet me Kosovën. Kosova është një krijesë e Perëndimit. Jo thjesht për çlirimin e saj, por edhe për shtet ndërtimin e saj. Pa ishte shtylla e shtet ndërtimit e qeverisjes që i mësoi kosovarët krijoni administratën publike, një polici model në Ballkan e gjithë tjerët. Ashtu siç amerikanët, po NATO i garanton sigurinë. A kishte mundësi që për shkak të simbolikës, pra Kosova sot është kufirin e përplasjes me Rusinë, Serbia është në një farë kuptimin në zonën ruse të ndikimit. A kishte mundësi që Perëndimi njëjtë siç e bërin Moldavi këtë summit ta organizonte në Kosovë? Me që unë jam në Bruksel dhe i ndjek gjitha këto evenimentet e nivelit më të lartë, kur bëhet fjalë për zgjerimin në kuadrin e analistëve, do të mundohem ta sjell në mënyrë konstruktive dhe jo provokative përgjigjen, dhe besoj që është mirë që ne përgjithësi si popull të orientohemi nga konstruktivja. Ndonjëherë na mungon kjo anë, pajtohem në gjitha pikat paraprake edhe me parafolësit, mirë po nga perspektiva e Bashkimit Evropian, ajo çfarë po ndodh aktualisht me zgjerimin është që po kërkojnë një histori suksesi. Qoftë nëpërmjet Malit të Zi, qoftë nëpërmjet Shqipërisë. Mali i Zi tani ka disa probleme të veta të brendshme dhe nuk po ecë dot aq shpejt saç po ecë Shqipëria. Shqipëria ndërkohë ka statusin kandidat të cilin Kosova fatkeqësisht për momentin për arsye të drejta apo të padrejta, ne mund të themi të padrejta, nuk e ka akoma, kështu që vështrimi i Bashkimit Evropian është kthyer drejt Shqipërisë, e cila po punon jashtëzakonisht fort dhe po shihet këtu në Bruksel si një shtet i cili po i kalon, domethënë shtetet efektivisht nga java e ardhshme, Shqipëria bëhet frontanër i dytë mbas Malit të Zi, duke tejkaluar domethënë Serbinë, dhe ka punuar me një rrull të paprecedent.